Qof lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, si çdo mbrëmje edhe në këto momente, ju ftoj që të lutim së bashku liturgjinë e orëve, gjithsesi orën mbrëmësoren. Sot është e mërkur, java e 7 e kohës së Pashkëve, kurse psalmet i marrin nga java e 3 e psalterit. O hy më eja në ndihmë, o Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiati te birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Alleluja. Himni. Eja o shpirt krijues, shi mendjet e të tuve, mbushi me hir të epër zemrat që ti krijove. Ti thirrësh ngushëllimtar, dhurate hyj teje të lartë, gurre gjallë zjarr, dashuri dhe mirosje shpirtërore. Ti me dhurata të 7 fisht, ti gishti i së djathtës së hyjit, premtim mirëfilli i atit, me fjalë pastrues gojësh, ti ndizja dritën shqisave, reshu dashurinë zemrave, dobësitë e trupit ton, gjithnjë në virtyt forcoj. Sa më larg dëbo armikun, sa më shumë dhuroje paqen, nën prijen tënde edhe ne të shmangim çdo dëmtim. Në për ty ta njohim atin, e ta njohim edhe birin. Në të dy ju dhe në shpirtin, të besojmë në të gjitha kohët. Amen. Antifona e parë. Trishtimi juaj do të shndrohet në gëzim. Aleluja. Psalmi 126. O Zot, gëzimi dhe shpresa jon. Kur Zoti i ktheu robrit e Sionit, na dukej si kur të ishim në ëndër, atëherë goja na umbush me gaz, e gjuha jon ja thoshte këngës së gëzimit. Asohere thuhej ndër pagan, Zoti bëri për ta punë të mëdha. Vërtet, Zoti bëri për ne mrekulli, e zemrat na umbushën me gëzim. Kthej o Zot robrit tan, por si përrejnd e mesditës, ata që mbjellin me lot, de le të korrin me gëzim. Në të shkuar ecnin e qanin, duke mbartur farën për ta mbjell, kurse në kthim do të vinë plot gëzim, duke mbartur dorëzat e veta, lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Trishtimi juaj do të shndrohet në gëzim. Aleluja. Antifona e dytë. Në jetë dhe në vdekje, ne jemi të Zotit. Aleluja. Psalmi 127. Çdo përpjekje është e kotë pa ndihmën e Zotit. Nëse Zoti nuk e ndërton shtëpinë, kot mundohen ata që ndërtojnë. Nëse Zoti nuk e ruan qytetin, kot zgjuar ai që e ruan. Kot e keni të qoheni para drite dhe vonë të shkoni në pushim, ju që hani bukën e mundit, të dashurve të vet, u jep edhe në gjumë. Ja, bijt janë dhuratë e Zotit, fryti i barkut është shpërblimi i tij.
por si shigjetat në dorën e trimit, të tillë janë ndjenjtë e rinisë. Luma i burr që e mbushi kukurën me të tillë, s'do të turprohet kur të fjaloset me armiq në log. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Në jetë dhe në vdekje, ne jemi të Zotit. Aleluja. Antifona e tretë. Gjithçka vjen prej teje o Zot, në ty dhe për ty jeton gjithçka. Ty të qof lavdia në shekuj. Aleluja. Kënga krahason letrën drejtuar Kolosianëve. E falenderojmë hyn, Atin e Zotit ton Jezu Krishtit, sepse na bëri të aftë të kemi pjesë në trashëgimin e shenjtërve në dritë. Ai na nxorri nga pushteti i errësirës dhe na kaloi në mbretërinë e birit të vet të dashur, në të cilin kemi shpërblimin, faljen e mëkateve. Ai është shëmbëllesa e hyjit të papashëm, i parlinduri para çdo krijese. Ai është para çdo gjëje dhe çdo gjë që ndron në të. Gjithçka u krijua nëpër të dhe për të, në qiell e në dhe, çka shihet e çka nuk shihet. Ai është kryet e trupit, kishës. Ai është fillimi, i parlinduri ndër të vdekurit, që të jetë në gjithçka i pari, sepse hyjit i pëlqeu të banojnë në të, e tërë plotësia, dhe me anë të tij gjithçka të pajtohet me të. Në saje të gjakut të kryqit të tij, hyi vendosi paqen me krijesat e veta, qoftë në tokë, qoftë në qiell. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Gjithçka vjen prej teje o Zot, në ty dhe për ty jeton gjithçka. Ty të qof lavdia në shekuj. Aleluja. Leximi i shkurtër marr nga letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 2, rreshti 9 deri në 10. Çka syri nuk pa e veshi nuk dëgjoi, dhe në zemër të njeriut nuk hyri, atë u a bëri hyi gati atyre që e duan. Hyi na zbuloi këtë të vërtet me anë të shpirtit shenjtë, sepse shpirti shenjtë depërton të gjitha, edhe vetë thellësinë e natyrës hyjnore. Përgjigja e shkurtër. Mbushe kishën me gëzimin e shpirtit. Aleluja, aleluja. Të rritet në dashurinë tënde dhe të përhapet. Aleluja, aleluja. Lavdia Atit e birit e shpirtit shenjtë. Mbushe kishën me gëzimin e shpirtit. Aleluja, aleluja. Kënga ungjillore Magnificat. Antifona. Krishti do t'ju zhys në pagëzimin e shpirtit dhe të zjarrit.
Aleluja. Kënga Virgjërës së Lume nga Luka Ungjilltar, kapitulli i parë, rreshti 46 deri në 55. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im me hare i brohorit hyjit shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërptore në vetë të përvuajt, qese që tani të gjitha brezni do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua hyi i gjithë pushtetshëm, i shenjtësht emri i tij. Mëshira e tij brezni më brezni për ata që e druajnë. E tregoi fuqinë e krahut të vet, i hodhi poshtë qëllimet e krenarëve. I rrëzoi prinsat prej froneve të tyre e i lartësoi të përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë, e të pasurit i nisi duar thatë. I ndihmoi Izraelit, shërbëtorit të vet, duke sjellë në mend mëshirën. Si u apati premtuar etërve tanë në të mirën e Abrahamit e të pasarzve të tij në amshim. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmoni jetës. Amen. Krishti do t'ju zhys në pagëzimin e shpirtit dhe të zjarrit. Alleluja. Lutjet e besimtarve. Së bashku me vëllezërit tanë të cilët fituan frytet e para të shpirtit shenjtë, ta lavdërojmë dhe ta thrasim në ndihmë hyjin, atin ton. O Zot, dëgjona ne. O hyj gjithpushtetshëm, që i dhe Krishtit lavdi duke ulur në të djathtën tënde në qiell. Bëj që ta njohim të pranishëm këtu në tokë, në kishë dhe në të gjithë të nevojshmit. O Zot, dëgjona ne. Ti që në urdhërove ta dëgjojmë birin tënd, bëj që të gjithë ta dëgjojnë fjalën e tij dhe të shëlbohen. O Zot, dëgjona ne. Dërgoje shpirtin tënd në zemrat e besimtarëve të tu. Let na pastroj nga e keqja dhe t'na frymëzoj për të mirën. O Zot, dëgjona ne. Shpirti yt le ta drejtoj historinë tonë. Drejtoje botën në udhën e paqes. O Zot, dëgjona ne. Pranoj në pushimin e amshuar barin tanë të vdekur. Ngjallë në ne shpresën në ngjallje të ardhshme. O Zot, dëgjona ne. Aty që je në qiell u shenjtrofte emri yt, të ardhë mbretëria jote, u baft vullnesa jote, si në qiell, ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. Po të lutemi o hyj mëshirshëm, jepi kishës sate të bashkuar prej shpirtit shenjtë. Forcë ti kushtohet plotësisht shërbimit tënd e të jetë tokë në kryerjen e vullnesës sate, në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shenjtë hyj, për të gjithë shekujt të shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin, falenderojmë hyjin.